Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të emisionit intervista këtu në televizioni Shenja. Të ftuar për sonte në studio kemi Binas Pajazitin, kryetari i RDK-s. Përshëndetje dhe mirë se vini në televizion Shenja. Atëherë, pas zhvillimeve të fundit përplasjes së dy grupeve të kundërshtuara brenda RDK-s, çfarë po ndodh aktualisht me Rilinjën Demokratike Kombëtare? Atëherë, në RDK, siç është e njohur më pas atyre zhvillimeve në kuvendin e fundit të RDK-s, kryetari në ikje Vesel Mehmeti u shkarkua dhe ne më pas dorëzuam duke ndjekur procedurat ligjore të gjitha ato vendime të kuvendit të ftuar me shumicë votash të kuvendarëve dhe diku mbi 60% të votuar për shkarkimin e Vesel Mehmetit. Procedura teknike sipas kërkesave ligjore është që gjithë këto ndryshime në çdo parti politike dërgohen në gjyq dhe më pas gjyqi evidenton të njëjtën. Sipas vendimit të fundit gjyqësor që e kemi, gjykata ka vendosur në favor të kryetarit në ikje që është Vesel Mehmeti. Ne gjykojmë se ky vendim është jo i drejtë, duke pas parasysh edhe gjykatat e korruptuara që janë këtu tek ne të njohura dhe sipas, do të thënë, e njohur mënyra e funksionimit të tyre u dëshmua edhe në bombat politike të opozitës, jo që ne nuk e kemi ditur më herë se si kanë funksionuar ato, por për ne si strukturë e RDK-s për kryesinë dhe strukturat e saj, mos them ka qenë e pritshme një vendim i tillë, po pak është e rëndësishme. Rëndësia është që ne kemi reflektuar dhe jemi prezantues të vullnetit të shumicës të RDK-s, kryesisë qendrore, të kuvendarëve, shumicës së kuvendarëve, të gjithë strukturave partijake, nga Kumanova deri në Struk. Ne në javën që kaloi, kemi pas, duke respektuar edhe afatin ligjor, kemi bë ankimimin e këtij vendimit në gjykatën e apelit dhe pritet për një afat të caktuar të ketë një vendim tjetër. Shpresojmë nëse funksionon drejtësia dhe sadopak ajo të vihet në vend. Kaq për këtë pjesë, mandej do të ndalemi besoj ndoshta edhe më tepër. Ju thatë humbët rastin në gjykat në kontekstin me Vesel Mehmetin. Përveç masave juridike që keni marrë, më thënë, ankimimin e vendimit, cilat do të jenë hapat e mëtërqeshëm politik? Atëherë, pas ankimimit që bëm, në javët e kaluara para 2 javë, mbajtëm një mbledhje të kryesisë qendrore dhe diskutuam rreth vendimit për aktualitetin politik, zhvillimet brenda RDK-s, por edhe më gjerë. Ne kemi mbajtë mbledhje gati në gjitha degët e RDK-s, kemi informuar opinionin dhe antarët për gjitha ato që kanë ndodhur dhe si kanë shkuar ngjarjet. Dhe tani sfidën kryesore ne do ta kemi pa marrë parasysh se si do të jetë vendimi i gjykatës së apelit, është kërkesë e antarëve të strukturave të RDK-s. Ne të ndërtojmë qëndrimin ton dhe përgatitjet tona duhet i bëjmë rreth kongresit të ardhshëm që duhet të jetë. Nëse vendimin e kuvendit gjykata e hodhi poshtë, hapi tjetër gjithsesi joni është që ne të shkojmë në kongres, edhe ashtu kongresi i RDK-s i rregullt është në dhjetor, dhe do të jemi besoj në suazat të normales, aq më tepër me shtyerjen e datës së zgjedhjeve do të kemi hapësirë dhe mundësi organizimi në përgjithësi për kongresin. Shfrytëzoj rastin që t'i bëj apel edhe një herë kryetarit në ikje që është Vesel Mehmeti që ta sfidoj vetveten në qoftë se nuk e pa të arsyeshme të vi në strukturat e kuvendit të RDK-s dhe organeve legjitime të saj, të cilat fundit e zgjodhen atë si kryetar, e sfidojmë që të vi të mas forcat politike në kongresin e ardhshëm të RDK-s, bashkërisht të organizojmë një kongres ashtu si i ka hije RDK-s, konceptit dhe filozofisë politike që kanë ndjekur nga fillimi e deri në ditët e sotit.
Pa, nëse vazhdojnë pengesat juridike, pra nëse nuk i merr një vula deri në zgjedhjet e ardhshme, si do të veproni ato? Do të garoni në zgjedhje, do të formoni parti të reja, apo si do të garoni në zgjedhje? Tash nuk kemi mbas njohurive dhe asaj që po ndjekim skenën politike, nuk dihet saktësisht se kur do të jenë zgjedhjet. Mund të jenë ndoshta vitin e ardhshëm, mund të ketë ndonjë datë më herët, nuk kemi diçka të saktë, do të thonë informacion të saktë në këtë drejtim dhe unë të paktën sa i ndjekim gjërat nuk besoj se do të ketë më herë se sa nëntor, dhjetor, sipas disa informacioneve ndoshta do të jenë vitin e ardhshëm dhe ne do të kemi mundësi dhe hapësirë ta mbajmë kongresin e RDK-s në suazet e asaj normale si është. Një muaj para apo pas ndoshta edhe më herët është përsëri në aspektin statutor dhe ligjor llogaritet si jo i jashtëzakonshëm, por llogaritet si kongres i rregullt. Dhe edhe sipas statutit të RDK-s, sa për informacion, vendimin për kongres duhet ta sjellin organet partijake dhe organi më i lartë është kuvendi dhe ne prandaj e ftojmë Vesel Mehmetin që të vijë në kuvend të debatojmë, të marrim qëndrime rreth organizimit të kongresit të ardhshëm, sepse nuk ka mënyrë tjetër të funksionimit nëse duam të funksionojmë sipas rregullave statutore dhe asaj që është në fuqi në RDK. Pra është statuti i saj. Cilat janë raportet me dy eksponentët e RDK-s në të kaluarën, Rufi Osmanin dhe Izet Zeçirin, për gjitha këto zhvillime? A keni përkrahjen e tyre? Sa i takon dy profesorëve të nderuar, nuk diskutohet rëndësia e tyre, aktiviteti i tyre politik, intelektual, patriotik etj. Ka qenë dhe mbetet i lartë nga ana jonë dhe vlerësohet lartë. Sa i takon këtyre ndryshimeve, të dy profesorët nuk kanë pas drejt për drejt qasje në atë se, apo siç i ka akuzuar Vesel Mehmeti edhe profesorin Rufi Osmani, nuk kam pas drejt për drejt në kuptimin e asaj çka ka ndodhur brenda RDK-s nga ai momenti kritik i fundit të mbledhjes së kryesisë qendrore. Çështja e këtyre përplasjeve brenda RDK-s ka ardhur si rezultat i kërkesave permanente të degëve të RDK-s, nga struktura, nga baza, për një bashkëpunim më të gjerë opozitar si mënyrë vetme ndoshta që mund ta sfidoj politikat e BDI-s. Dhe Vesel Mehmeti një gjë të tillë nuk e ka pranuar, ka mohuar në kontinuitet bashkëpunimin më të gjerë opozitar dhe ky koncept ndryshe i tij rreth asaj se ka duhet të ecë RDK solli deri në përplasjen mes tij personalisht dhe organeve partijake. Ne kemi gjykuar dhe atëherë edhe sot, te kalimi dhe kapërcimi i egove personale u desh të bëhet nga kryetari i RDK-s dhe nuk kishte nevojë dhe arsye të vijë deri në këtë pikë. Ajo që kemi kërkuar dhe që ka qenë kushtimisht thënë moll sherri ka qenë fakti se ai nuk lejoi të formohet një komision të paktën që do të punojë rreth asaj për të afruar qëndrimet edhe me lëvizjen Besa në atë kohë, uniteti ishte në Zanafil dhe Sipër, nuk lejoi një gjë të tillë dhe ky qëndrim mohues i kryetarit dhe në kundërshtim me partitë, me gjithë strukturat partijake, solli në një përplasje të brendshme që nuk ka dorë askush nga jashtë përveç ne brenda që jemi. Pra duke mos respektuar mendimin ndryshe brenda partisë, duke mos respektuar parimin bazë të demokracisë që është vota, dhe duke e vrejtur se ai do të jetë humbës karshi kërkesave të shumicës, qoftë në kryesi qendrore, qoftë në kuvend, ai vendosi të zgjedhë rrugën më të vështirë që ta çojë RDK-n drejt përçarjes. Gjithsesi, shumë kush me njerëzit që bisedojmë edhe anëtarët partisë dhe tjerë e konsiderojnë atë si një politikan naif. Unë do kisha thënë nuk është ashtu. Veprimet e tij janë mirë të koordinuara, ai ka mision në punën e vet dhe misionin e tij, detyrën e tij e kryen me sukses, gjë për të cilën u shpërblye ndoshta edhe në vendimin e gjykatës. Cili është misioni i tij sipas jush?
Po, misioni i tij është të paktën ashtu si që shohim ne, të mos lejoj bashkëpunimin opozitar brenda gjithë partive. Ne gjykojmë se është e paqëndrueshme bashkëpunimi opozitar për të arritur, për të sfiduar vërtet partinë në pushtet dhe po dëshon në fakt ato funksionojnë si një koalicionim, njëra zyrtarisht, tjetra jo zyrtarisht, por që e përkrah partinë në pushtetit që është VMRO. Edhe përkundër vendimit të Këshillit Qendror të RDK-s, të Kuvendit Qendror, më falni, LRPDSH-ja dhe kryetari i saj Zjatni Sela vazhduan ta njohin Vesel Mehmetin për kryetar akoma pa dalë vendimi i gjykatës. Cilat janë marrëdhëniet e juaja me LRPDSH-n dhe kryetarin e saj? Fillimisht akuzat nga Vesel Mehmeti kanë qenë shumë të ashpra, madje do kisha thënë edhe shpifjet e tij kanë qenë shumë të ashpra në lidhje me atë se RDK tenton që ta prish aleancën për shqiptarët që të lidhet eventualisht me lëvizjen BES. Në asnjë moment nuk ka qenë ky qëllimi jonë. Qëllimi jonë ka qenë në çdo moment që ne të ruajmë aleancën, por të zgjerojmë frontin opozitar, duke gjykuar se në bashkëpunim edhe me parti tjera të grumbullojmë forca, të akumulojmë energjitë pozitive që i kemi, më shumë argumente kemi pse duhet të bëhemi bashkë se sa pse duhet të ndahemi. Dhe në këtë drejtim, në gjithë deklaratat tona, ne kemi qenë në përkrahje të aleancës. Zjatni Sela, edhe në takimet që i kemi pas para Kuvendit ku deshti të shkarkohet Vesel Mehmeti, edhe në televizionin e juaj, ka deklaruar edhe publikisht se ai do të respektoj vendimet e organeve partijake. Sipas statutit të RDK-s, në këtë moment organ më i lartë është Kuvendi i saj. Mirë po, deri në momentet të caktuara më herët, Zjatni Sela ka përkrah duke arsyetuar se respekton vendimet e Kuvendit, duke thënë i respekton ato, po ka vazhduar të përkrah kryetarin sipas argumentimit të tij për shkak të vulave. Është çështje e tij, neve kjo nuk na shqetëson, ne funksionojmë si subjekt politik dhe Kuvendi sa për informacion, ky kuvend i RDK-s që e ka zgjedhur, e ka shkarkuar Vesel Mehmetin, ky kuvend e ka miratuar edhe platformën e Aleancës për shqiptarët. Dhe ne edhe sipas statutit të RDK-s obligohemi që ta respektojmë atë që e kemi votuar. Dhe ajo është platforma e Aleancës për shqiptarët. Si do të funksionojë, si do të shkojnë punët në të ardhmen, mbetet të shifet. Ne nuk jemi për atë që të prishet aleanca, jemi për atë që të arrijmë, të kalojmë vetveten tonë dhe gjitha argumentet dhe faktet na çojnë drejt asaj se ne nuk kemi asnjë arsye të mos bashkëpunojmë. Pra, arsyet janë shumë më të shumta që duhet ne të bashkëpunojmë nëse duam të dalim triumfues në zgjedhjet e ardhshme. Dhe ne në një farë mënyrë e quajmë edhe si koalicion i shpresës, ndoshta tek shqiptarët, pra shpresa gjithnjë më tepër ka humbur në kuptimin asaj se mund të fitohet BDI-ja, me akumulimin e këtyre energjive që janë të copëzuara dhe të ndara, mendojmë se mund t'ja arrijmë bashkërisht. Paktën gjitha analizat që i kemi bërë ne çojnë në atë drejtim. Po, kishte një tentim prej anës juve që të mbledhni gjitha partitë opozitare në Aleksandar Pallac gjatë një takimi. Mirë po, kësaj ftese nuk ju përgjigj që LRPDSH, a ju kanë dhënë arsye për bojkotin e këtij takimi? Pa ta të hyj në detaje shumë, mendoj se koha i qartësoj gjërat edhe më shumë, duke mos dhënë arsyetime të shumta, qëndrimi zyrtar i tyre unë i kam koordinu paka shumë bashkë me antarë tjerë të partijës, kemi koordinu ato aktivitete për atë takim të përbashkët, dhe nuk kanë dhënë ndonjë arsye të veçantë, përveç faktit se përderisa Veseli ka vullën dhe llogaritet si kryetar legjitim, ne nuk mund kushtimisht të trajtojmë qëndrimet e tij. Unë mendoj se personalisht mendoj se ky ka qenë një hap i gabuar i lëvizjes për reforma, po fundit nuk është e drejta jonë që ne të përzihemi në politika që ato bëjnë si parti dhe si subjekt politik. Ne vazhdojmë të mbajmë kontakte edhe tani, dhe në të ardhmen besoj se do t'i koordinojmë, do t'jemi në kontakt, nëse do të arrijmë ta bëjmë këtë bashkëpunim në përgjithësi,
ne do të punojmë në këtë drejtim. Kemi edhe disa çështje për diskutuar për opozitën shqiptare dhe për situatën politike në përgjithësi, por pas një pauze të shkurtër për reklam. Shkojmë me një pauzë të shkurtër marketingu dhe rikthehemi pas pak me bisedën. Qëndroni me televizonin Shenja. Jemi rikthyer në studio me nënkryetarin e RDK-s zotin Binas Pajaziti, flasim për zhvillimet politike në kampusin politik shqiptar. Zoti Pajaziti, atëherë përmendëm takimin organizuar në Aleksandra Pallas mes partive opozitare shqiptare. A do të ketë tentativa të ngjashme? A ka zhvillime rreth bashkëpunimit të mundshëm opozitar në prag të zgjedhjeve të ardhshme? Unë mendoj se iniciativa ka për momentin, mendoj se edhe do të ketë, sepse kërkesë dhe nevojë imediate është edhe kërkesë edhe presioni nga strukturët dhe degët dhe populata në përgjithësi do ta shtoj presionin e saj dhe besoj se do të arrihet. Është nuk dua të jem as optimist as pesimist në kuptimin e asaj. Po mbetet fundit vetë partitë që janë ato që përfolen më shumë, pra LR, PDSH, RDK, BESA, Uniteti, që të gjejnë forca rreth këtij bashkëpunimi, sepse siç e thash dhe më herët, më shumë argumente dhe arsye kemi pse duhet të bashkëpunojmë. BDI është një parti që në skenën politike nuk ka ardhur në gjendje normale ose të zakonshme. Ka ardhur në luftën e 2002-shit. Unë shpeshherë bëj një krahasim edhe në takime me njerëzit, ajo ka ardhur si një rënim politike dhe për ta larguar nga pushteti, nga skena politike, duhet një akumulim energjie shumë e madhe. Dhe këtë nëse partitë politike nuk e kanë të qartë, atëherë ne do të kontribuojmë me keqardhje dhe them që ky subjekt të mbetet në politikë. Nëse dikujt i konvenon më së shumti që mos arrihet bashkëpunimi opozitar, është pikërisht BDI-ja që investon, do të investoj qoftë në para, qoftë me mekanizma që i ka aparatin shtetëror, keqpërdorime që i kanë bërë në të kaluarën. A do të kenë mundësi që t'i bëjnë tani, nuk e di, nëse nuk bëhet pastrimi i listës, departizimi i institucioneve shtetërore, presioni do të jetë jashtëzakonshëm dhe sa më shumë që do të afrohen zgjedhjet, ajo do të bëj çmos që edhe kësaj here të del fitues. Në këtë drejtim besoj se kemi më shumë arsye dhe argumente për të bashkëpunuar. Po, domethënë struktura që udhëhiqen nga Falil Zandeli, e cila thirret në legjitimitetin e kuvendit qendror të partisë, e përkrahet protestën e 9 majit, protestën opozitare, cilat janë marrëdhëniet e juaja me Këshillin Opozitar Televizion Besa si organizator të kësaj proteste? Atëherë ne në takimin dhe iniciativën që e patëm në Aleksandar Pallas, ky ishte pikërisht qëllimi që të bëhet një hap i parë drejt afrimit të qendrimeve për çështje të caktuara. Në gjitha deklaratat publike ne kemi përkrahur dhe mbështetur prokurorinë speciale edhe ne edhe Lëvizja Besa, Uniteti LR PDSH, dhe çështja skandaloze e vendimi i abolimit kryetarit të kriminalëve politik, ekonomik e tjerë, ishte një skandal i vërtet, për të cilën ne gjithsesi nuk mund të rinim duar kryq, për të vojçuar zërin dhe të gjejmë mënyrë që të reagojmë. Në këtë drejtim ishte edhe tentativa jonë për këto pika të përbashkëta, por edhe për tjera të mbajmë një takim të përbashkët dhe kështu të hudhet hapi i parë, bëhet një takim publik, përcjellet mesazhi se ne mund ta tejkalojmë vetveten tonë dhe nuk kemi arsye pse të mos bashkëpunojmë. Dhe në këtë drejtim ne morëm edhe një qendrim të përbashkët që atëherë ishin më në zë protestat e LSDM-s në bllokun Maqedonas dhe ajo që pritej në proteste paralajmëruar me 9 maj. Ne në parim jemi për përkrahjen e protestave në përgjithësi që organizohen nga shoqatat jo qeveritare, po edhe nga partitë politike, prandaj edhe i kemi përkrah. I kemi përkrah në mënyrë deklarative protestat e LSDM-s,
përkrahëm edhe protestën e Këshillit Opozitar që organizuar me 9 maj, dhe raportet, kontaktet me Këshillin Opozitar, po edhe me subjekte tjera politike, me intelektual, me njerëz që ja duan të mirën dhe janë të interesuar për forcimin e kampusit opozitar shqiptar, ne mbajmë kontakte, vazhdojmë të kemi komunikime dhe relacione, raportet tona janë normale, do kisha thënë, me Këshillin Opozitar. Do të flasim pak edhe për zhvillimet e tjera politike. Si e vlerësoni rikthimin e qeverisë VMRO BDI me ministrat e vjetër të VMRO DPMN-s pas anulimit të zgjedhjeve të 5 qershorit? Kjo është një skandal tjetër i radhës. BDI nuk ka hamendje se është një vegël e instrument i VMRO-s, të cilën dhe përkrahës i politikave Miloševićiane, do kisha thënë, kur është në pyetje diskriminimi i shqiptarëve në Maqedoni. Edhe njëherë, ky fakt dëshmon se politikat Yusuf Gjamil, Hinedil janë gjithnjë më aktuale, që vinë në kontradikta me vetveten e tyre. Ato nuk ka asnjë dilemë se janë kthyer në vazal të vërtet të VMRO-s. Pse sillen kështu? Është mëse e qartë, këtë e dëshmuan bombat politike dhe raportet në thojza dhe kësha thënë të shkëlqyera që ato i kam pas me VMRO-n dhe vazhdojnë t'i kenë, janë të zhytur thellë në krim ekonomik, politik, aferat të shumta, gjitha kjo zhvatje ekonomike e VMRO-s dhe gjithë ky diskriminim i shqiptarëve ka edhe vullën e BDI-s. Prandaj ato janë të detyruar, duan apo nuk duan, janë të detyruar sepse janë të kapur rënët nga pushteti, nga Kosova thonë ua ka shkel rrota bishtin, dhe nëse rrota e shkel bishtin shkurt, atëherë lëvizja do jetë më e vogël. Prandaj në këtë drejtim ne edhe nuk presim nga BDI-ja që të ketë ndonjë qëndrim tjetër. Ato vazhdimisht thirren në NATO, thirren në vlerat e Bashkimit Evropian, por për mua është e çuditshme dhe e habitshme për një parti që synim kryesor, madje edhe në deklaratat e fundit, me vetdi e thoni kemi anashkaluar çështjen shqiptare, të drejtat elementare që na takojnë zhvillimi ekonomik, gjuha dhe diskriminime të shumta me vetdi për shkak të integrimeve në NATO dhe në EU. Shifni, NATO-ja është aleancë ku vinë në shprehjat liria të menduarit, ku vinë në shprehje drejtësia, ku vinë në shprehje barazia, shteti juridik e tjerë, dhe të flasësh gjithë kohës si ai ka nga vjeta ranga dank, NATO BE, dhe natë e ditë të punosh kundër vlerave të demokracisë, kundër atë që ndodh partizimin e skajshëm, presionet të shumta, listat fiktive të votuesve e tjerë, është absurde. Pra këto thirren në një diçka që nuk varet prej BDI-s, kanë gjetë atë formulën e mashtrimit të opinionit, ne jemi perëndimor, ne jemi pro NATO. Unë besoj se nuk ka asnjë shqiptar që është kundër NATO-s, madje shqiptarët janë më shumë se sa vetë BDI-ja, dhe në këtë drejtim ata e kanë humbur rrugën në oborin politik brenda vetvetes, dhe kjo si rezultat i gjithë asaj kapjes nga institucionet dhe nga vetë shteti. Po, qeveria e Emil Dimitriev, pra qeveria VMRO BDI, paralajmëroi që do të fillojë një plan aksionar për zbatimin e reformave të nevojshme për zgjedhje të lira dhe demokratike, reformat që kërkohen në raportin e Pripes. Sa mund që këto dy parti të krijojnë kushte të mirëfillta për zgjedhje të lira dhe demokratike, pa përfshirjen edhe të partive opozitare në këtë proces? Ne edhe në qëndrimet zyrtare që kemi pas, po edhe në qasjet kështu politike, kemi pas qëndrimin tonë, këta tre parti, VMRO, BDI dhe PDSH, janë shkaktarët kryesor të kësaj katrahure politike. Nëse i lihet Hajdutit të rregulloj ligjet, vjedhësit, Hajdutit, kriminalit të rregulloj ligjet mbas gjithë këtij vakumi juridik që shkaktoi kryetari i shtetit me urdhën partijak të VMRO-s, këto sillen si satelit të saj, dy paterica politike që ja mundsuan në momentet më kritike VMRO-s të mbetet në këmbë.
Dhe në qoftë se nuk ka një monitorim të fuqishëm nga faktori ndërkombëtar si garantues të marrëveshjes së Përzhinos, për të respektuar, me që e di marrëveshja e Përzhinos, një pjesë të rekomandimeve të saj janë nga raporti i Pribes, tash pritet të dalë edhe raporti tjetër i Pribes, një pjesë dërmuese e këtyre kërkesave, e këtyre marrëveshjeve që u arritën në Përzhin, nuk arritën të realizohen si rezultati obstruksionit që vazhdimisht bën VMRO dhe BDI për të mbrojtur kriminalet politikë që i kanë brenda radhëve të veta dhe për të ndaluar çka bën gjithë këta. Këta bën vetëm arritën të bëjnë vetëm të ndalojnë ndoshta edhe me ligj të mos përdorimin e bombave politikë. Nëse kjo quhet e arritur e BDI-s, atëherë le t'ju shërbej për ndejer atyne. Të gjitha tjerat janë në kundërshtim me parimet dhe vlerat që i synojnë gjithë shqiptarët, pra që janë vlerat evropiane, sinonimi së cilës është NATO-ja dhe Bashkimi Evropian. Prisni përgjegjësi juridike edhe nga politikanët shqiptarë, sepse nga Prokuria Speciale akoma nuk ka një rast që përndjek politikanët shqiptarë për vepra të mundshme penale. Shqiptoni, në skenën politike, unë mendoj se në përgjithësi mungon morali politik. Pra jo, ndërgjegja e mbrendshme, dikush tani thotë bëhesh utopist apo irrealist, mund të thotë se kërkon moral në politikë. Po gjithsesi duhet ketë moral. Nëse nuk ka moral, nëse nuk ka ndërgjegje për punën që e bëjmë në jetën e përditshme, qoftë në politikë, qoftë në arsim, qoftë në shkencë, në gazetari etj, atëherë vijnë pasojat këto që janë. Prokuroria Speciale është një konsenzus i përbashkët i gjitha partive dhe këto, sipas gjitha asaj që e kemi parë, kanë bërë obstruksionet jashtëzakonshme, sepse kjo prokurori duhet të bjerë vendime për të gjykuar edhe shqiptarët, gjithsesi nuk janë agje në momente të caktuara. Ali Ahmeti e ka përmend pra Engjëj dhe djaj që ndoshta krye djajt mund t'i gjejmë, jo mund t'i gjejmë, po janë me siguri edhe brenda BDI, sepse edhe ato kanë qenë me vite të tëra pjesë të këtij pushtetit të kriminalizuar. Ata kanë votuar buxhetit të lidhur me Shkupin 2014, që është një diskriminim i hatashëm ekonomik ndaj shqiptarëve, kulturës shqiptare, gjuhës, mos përdorimit të saj etj. Shifni, në përgjithësi, politikat e VMRO-s, nëse ndjekim nga e kaluara deri më sot, po edhe në historikun e shqiptarëve, si periudha më e ndritur llogaritet ajo e rilindjes kombëtare, dhe njeriu me bark të uritur nuk mund të kërkoj, të pretendoj të kërkoj çështje patriotike, gjuhës, kulturës etj. VMRO-ja me strategji ka punuar në këtë drejtim, pra të bëj varfërimin e skajshëm të shqiptarëve, diskriminimin sipas shabloneve të caktuara të politikës, të politikave të Akademisë Sërbe të viteve të 60-ta, 70-ta etj, pra me një përpikmëri të jashtëzakonshme ka arritur që t'i implementoj këtu, fillimisht diskriminimin ekonomik, varfërimin e skajshëm dhe si rezultati këtyre mos investimeve në zona shqiptare, si pasojë e kësaj kemi ikjen masive të shqiptarëve në mërgim. Dhe kjo nuk vjen sigurisht nga e mira, vjen se njerëzit nuk shohin perspektivë. Pra në gjithë malin sharpshëm, në gjithë Pollogur, nuk kemi ne një investim kapital. Zona ekonomike, vetëm në letër gati 10 vite, vetëm po trumbetohet, është një firmë norvegjeze atje, dhe edhe asaj po t'ja gjurmosh pak gjurmët, del një biznesmen shqiptar, pak më thellë, del një Maqedon. Dhe në këtë drejtim, nuk është vetëm Tetova, nuk është vetëm Pollogu. Pra të diskriminuara janë Shkupi, janë Kumanova, Likova, Struga, çdo natë ndjekim lajmet dhe shohim për anashkalime ekonomike, mos investime, bllokime nga më të ndryshmet. Është bërë top tem këtë ditë në Tetov, një rrugë prej 600 metra gati një vit nuk arrin që ta përmbyllin dhe ta rrumbullaksojnë. Këtu dikun është edhe fundi emisionit tonë, zoti Pajaziti, faleminderit shumë që ishit mysafir në këtë edicion të emisionit intervista. Faleminderit, respekti është. Shikues të nderuar, me emisionin intervista do të takojeni sërish të premten në ora 25 minuta. Qëndroni me televizionin Shenja nga unë natën e mirë.